Dëshan se punojnë vetë edhe me konë sa ma konkret, për shumë krejt të pajtona 100% me parafalë, që po, pilojmë krejt të anash, që për shumë ka shumë bujtina në dëshan, që funksionojnë edhe verës edhe dimrit, që dimrit për shumë në alësin 1800-2000 metra është të vështirë me funksionu, po krejt. Do të shumë energji. Ka energji, ka me generator, me solare, pilojmë energjinë, s'ka energji, s'na ka ardhë, jemi në regull, s'ka rrugë, s'ka infrastrukturë, i kemi mjetet motorike, i kemi veturat, apet përshkojmë me internet, Starlink, krejt këtu, dhe me thonë, krejt në regull, nuk përpranojmë në i për shtetin, nuk për në i bjen, jemi në regull. Po, një problem e kem që duhet më ndryshu urgent, ligji për Park Nacional. Duhet më, është seni maj parë, që unë e menoj, për më zhvillu turizmi në Kosovë, duhet më ndryshu që këtë ligj. O ligji maj dëmshëm, në tjetër nënë e ka dhe kjo atë pjesën e vetë dëmshme, që mundet nashta me u dëmtu bjeshka, po duhet më ndryshu në një formë që mu jep shfrytëzim racional bizneseve edhe normal njerëzve që shfrytëzojnë atë bjeshkën e caktuar me cilat do kofte jo. Kjo mendoj që është problemi kryesor, krejt të tjera tim problemet që zgjidhen, që kjo problemi kryesor është mendim jemi që... Se dëmtojt bjeshka ti pa bo teleferik ose ski lift, nuk mund është me i qonë shpinë njerëzit deri në majtë bjeshkës. Sa do që jemi në mikpritsa. Ti e lejon me undërtu telefericët. Nuk jemi të gatshëm si shtet, mendoj që s'jemi të gatshëm për turizëm masiv. S'jemi të gatshëm? Unë është mendimi jemi që nuk jemi të gatshëm. Çfarë aspekti s'jemi të gatshëm? Turizmi masiv. Po e dojmë apo s'dim? Na e dojmë, por nuk dim hala me bo ç'është duhet. Nuk kem menaxher të mirë, dorën zemër, menaxher të mirë në qendrat të skijimit, nuk kem ekspert ç'është duhet në qendrat të skijimit, nuk kem ekspert mos ti na kurkuj, pa dashje, por nuk kem ekspert ç'është duhet, se ç'është më zhvillu turizmi në çet kohë ç'është po zhvillohet, se na duhet të vazhdojmë me turizëm but, me pa një herë ç'është po funksionon turizmi but, me përvetësu shumë mirë se ato, se nëse e shohim ç'është punohet në Deçan, në Bujtina, tu hi pe Bjerg Strelcit, në Roshkodal, Milishevc, te Gacafert poshtë, në Beleg, pastaj Bjerg Madhe, që është funksionojnë Bujtina, atë është perfekte, gjithë shka është me ushqim. Edhe tash, edhe dimrit, po vetëm ecje e lirë, po na duhet me pa që ta që është po funksionojnë. S'kemi lirë. Normal, s'kemi lirë që kjo e bën të veçantë Kosovën, se është një pjesa ma e vergjën në Europë, munda me thonë, lirisht, të e përfshi edhe bjeshtë e nemna me Shqipëri e komplet. është pjesë që nuk mund është ti me përjetu në Zvicër ose në Austri, se nuk jetu lëshu për njëherë me 20.000 skitarë për njëherë, për qëta e bënë shumë të veçantë, ne nuk e dim sa e veçantë të pjesa janë, bjeshka janë, qakon këto bjeshtë tonë. A petë po foli se tash pisho bjeshtë dhe po mdoket që pisho. I kemi disa pamje, po mdoket që na i ke sjell, ti mund t'i ilustroj regjia prej bjeshkëve të Deçanit. Pamje që i kanë gjiru njerës që kanë orë që kanë vizitu, jem fazë promovuse të bjeshkëve të Deçanit. Ja për shembull. Është veç promovimi, ne e kem bo dhe një pistë tash. Një pistë është me gjatësi 2.4 kilometra, për kontrazi që nuk kem teleferik, funksionoj me këto cat ski, ratrak që i thojmë na. Nuk e di a ka dhe fjalla, është adekuate kjo shqip, me ratrak funksionojmë, kem kapacitet dhejmë 50 persona në ditë, po shumë e fështirë me po me ratrak mi shumë njerës dhe i naltë, gjiroj berë 5 minuta, 10 minuta, marrë të poshtë, prapë me ratrak, është shumë e nevojshme. Dhe ka shumë madhën? Ama në qofë se kishte qenë teleferiku, këto që po e shohim, të ishin po 5.000 veta. Që pisa po shiet, tash pisa është perfekte, gjithë shka mundohë me majtë, jem 5 persone që e bojmë krejt qëtë punë, edhe është shumë e fështirë me funksionu, se ti nuk i kushtë është edhe kostë shumë e lartë, e shpenzimeve të një... Edhe ashtu skimi është sport, po gja i shtrejt. Ardian, ma shumë na folë për Brezovicën, atje ti e kalonë, thuja se gjithë sezonën atje. Vështërsit, problemet, qka duhet ndërhyhet, e dim që sa herë